A jeni mbi peshë? Jeni lodhur se qeni obez? Dëshironi të humni disa kilogram? Përpara se të shkoni të merrni suplemente në farmaci, provoni 5 receta të thjeshta që do të paraqesim në këtë video. Receta e parë ka 3 ingredient të thjeshtë të cilët ndodhen në shtëpinë tuaj. Receta e parë, përbërësit: 1 gotë ujë mineral, gjys lugë çaj sodë buke, 2 lugë gjelle lang limoni. Përgatitja: vendosini të gjithë përbërësit në një enë, përzieni fort derisa të fitoni një konsistencë homogjene. Që kjo përbërje natyrale të jetë efektive për humbjen e peshës, duhet ta pini menjëherë pas përgatitjes. Këshillohet të konsumohet në mëngjes me stomakun bosh. Pse këto përbërës? Soda e bukës. E mira e saj është se përveç se ju ndihmon të humni peshë, shërben për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm të trupit tuaj, pasi ndihmon në luftimin e radikaleve të lira që shkaktojnë shumë sëmundje të rënda. Limoni, i pasur me vitaminë C dhe fibra dietike, ky frut agrume nxit djegjen më të mirë të yndyrës dhe siguron një ndjenjë të qëndrueshme të ngopjes. Kujdes, sodë buke. Konsumimi i sodës së bukës nuk rekomandohet për gratë shtatzëna ose gjithdhënëse, fëmijët nën 5 vjeç dhe personat që marrin ilaçe. Duke patur parasysh përmbajtjen e lartë të natriumit, që është kundër indikacion për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni, dështimi i veshkave ose i zemrës. Limoni nuk rekomandohet për personat që vuajnë nga ulçërat, çarrëgullime të tretës, probleme me veshkat apo alergji ndaj agrumeve. 2. Smooth detox me spinaq dhe avokado. Përbërësit: 1 grush spinaq, gjys avokado, 1 banane e vogël, 200 ml ujë ose qumësh bajame pa sheqer, 1 lugë çaj fara chia. Përzini të gjithë përbërësit në një blender derisa të krijohet një masë homogjene. Pini këtë smoothie në mëngjes ose pas një stërvitje. Spinaqi është i ulët në kalori dhe i pasur me fibra, ndihmon në ngopje dhe përmirësimin e tregjes. Avokado përmban yndyrna të shëndetshme që bajnë të balancuar nivelin e sheqerit në gjak dhe reduktojnë urinë. Banania jep energji dhe përmban kalium, i cili ndihmon në largimin e ujit të tepërt nga trupi. Farat chia janë të pasura me fibra dhe omega 3 dhe përmirësojnë tretjen dhe ulin inflamacionin. 3. Sallat me pulë dhe perime. Përbërësit: 100 gram gjoks pule i pjekur ose i zier, 1 grush rukola ose sallatë jeshile, gjys kastravec i prerë në feta, 1 domate e vogël, 1 lugë gjelle vaj ulliri, lëngu i gjysmë limonit, krip dhe piper sipas dëshirës. Përzini të gjithë përbërësit në një tas dhe shijoni një drekë ose darkë të lehtë. Pula është një burim i pasur proteinash, ndihmon në ndërtimin e muskujve dhe djegjen e dhjamit. Perimet: rukola, domate, kastravec janë të pasura me fibra dhe ujë, ndihmon në largimin e toksinave dhe ruajnë hidratimin. Vaji i ullirit përmban yndyrna të shëndetshme që ndihmojnë në kontrollin e oreksit. Lëngu i limonit përmirëson tretjen dhe përshpejton metabolizmin. 4. Omlet me perime. Përbërësit: 2 vezë, gjys pec i kuq i prerë në copa të vogla, çerek qepe e grirë imët, 1 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas dëshirës. Përgatitja: skuqni perimet në vaj ulliri për 2-3 minuta, më pas shtoni vezët e rrahura, lërni të piqen derisa të marrin ngjyrë të artë. Kjo është një alternativë e shkëlqyer për mëngjes. Veza është e pasur me proteina dhe aminoacide që ndihmojnë në ndërtimin e muskujve dhe djegjen e yndyrës. Speci i kuq ka vitaminë C dhe kapsaicin që përshpejton metabolizmin dhe ndihmon në djegjen e kalorive. Qepa përmirëson tretjen dhe ka efekt anti-inflamator. Vaji i ullirit siguron yndyrna të shëndetshme dhe ndihmon në thithjen e vitaminave. 5. Çaj detoks me xhenxherfill dhe limon.
Përbërësit: një gotë ujë nxehtë, një fezë xhenxherfilli freskët, lëngu i gjys limonit, një lugë çaji mjalt sipas dëshirës. Përgatitja: hidhni xhenxherfillin ose xhinxherin në ujë të nxehtë dhe lërni për 5 minuta. Shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin. Ky çaj ndihmon në djegjen e dhjamit dhe përmirëson tretjen. Xhenxherfilli përshpejton metabolizmin, redukton fryrjen e barkut dhe stimulon djegjen e yndyrës. Lëngu i limonit ndihmon në eliminimin e toksinave dhe përmirëson tretjen. Mjalti siguron energji pa shkaktuar rritje të sheqerit në gjak, siç bën sheqeri i zakonshëm. Këto përbërës ndihmojnë në uljen e peshës duke përmirësuar tretjen, përshpejtuar metabolizmin dhe kontrolluar oreksin. Kombinuar me aktivitet fizik, ato mund të japin rezultate të shkëlqyera. Të nderuar miq, sapo ndoqët 5 receta të thjeshta, të cilët mund t'ju bëjnë një bark të sheshtë dhe krah më të holla. Ju lutem shpërndani këtë video që të ndihmojmë sa më shumë njerëz. Nëse nuk na keni bërë subscribe, do t'ju luteshim të na bëni subscribe në kanalin ton interesante për video të tjera më të bukura. Faleminderit për kohën tuaj.